Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vim me rrëfimin e radhës. Sonte pranë jush dua të ndaj një letër të shkruar nga një nën, një letër e cila në fakt më krijoi një lloj emocioni shpirtëror, një lloj dhimbje, me thënë drejtën. Ndonjëherë fati na bën që ne të marrim disa përgjegjësi që realisht nuk i mendojmë kur se ato përgjegjësi do të na mbinë mbi qafë, do t'i marrim në jetë dhe do t'jenë përgjegjësi të përditshmërisë tonë. Rrëfimi që do ta ndaj ka të bënë me një nënë e cila ka shkruar historinë e jetës së saj që i ka ndodhur me një vajzë që sot është vajza e saj, por në realisht ka qenë vajza e vllaut të saj. Po si arriti kjo nënë që ta bën këtë vajzën të vetën? Ndiqni rrëfimin në vazhdim. Unë jam një nën, por jo një nën nga barku. Jam një nën nga dhimbja, jam një nën nga betimi dhe nga dashuria që nuk pyet se kujt i përket gjaku. Dita që më ndryshoi jetën nisi si çdo ditë tjetër. Dielli kishte dalë, kafeja po ftohej mbi tavolinë dhe unë po prisja vëllain tim të vinte për drekë. Kishte premtuar se do të vinte bashkë me vajzën e tij të vogël. Vajzë e bukur si drita, me sy që qeshnin edhe kur nuk fliste realisht. Por ai nuk erdhi kurrë. Telefoni ra dhe zëri në anën tjetër nuk ishte zëri i tij, por ishte një zë i ftohtë, zyrtar, që tha fjalë që më pren frymën. Ka ndodhur një aksident i rëndë. Vëllai juaj dhe aty u ndal. Makina ishte bërë cop më cop. Një ndeshje të mërshme. Ai kishte ndruar jetë në vend. E unë rash në tokë. Jo nga hedhimbja e humbjes së vllait, por nga mendimi i vetëm që më goditi si thik. Po vajza e tij, vajza e jon, bija e jon. Shqyr Zotit, Zoti është i madh, vajza shpëtoi. Por ajo mbeti vetëm. Nëna e saj ishte ndarë prej kohësh, larg, e ftohtë, e mbyllur në jetën e saj. Vajza nuk kishte askënd përpos vllaut edhe mua si hall. E mbaj mend atë ditë mes lotëve dhe arkivolit, vllau im ma la amanet pa fjalë. Unë ndjeja që vllau më thotë mos ma lër vajzën vetëm. E mora në shtëpinë time, ishte e vogël, nuk fliste shumë. Flinte duke u zgjuar natën e duke thirrur babi. Çdo natë mbaja në krah derisa i mbyllte syt. Çdo mëngjes i krihja flokët, i vishja rrobat edhe e çoja në shkollë. Njerëzit më thoshin, po pse e merr mbi vete këtë bar? Por për mua nuk ishte bar, ky ishte mision. E rita me bukën time, me rrogën time, me shpirtin tim. Kur ishte sëmurë ria zgjuar tërë natën. Kur qante, unë qaja më shumë se ajo. Kur qeshte, unë haroja që nuk ishte fëmia im biologjik. Por Zoti e di, zemra nuk pyet për dokumente. Vitet kaluan shpejt, sikur të ishin ujë. Vajza u rit, u bë e bukur, e zgjuar, me ëndra shumë të mëdha. Më thëriste hall, por në sytë e saj, unë isha nëna, sepse unë asnjëherë nuk ja fsheha të vërtetën.
Në ditën e parë të shkollës, më mbajti fort, jashtëzakonisht fort për dorë. Në ditën e diplomimit, më kërkoi në turmë me sy. Kur pa dhimbjen e parë të dashurisë, erdhi dhe unë mbështet në supin tim. Por jeta nuk është kurrë e drejtë me ata që t'japin gjithçka. Një ditë nëna biologjike e saj u shfaq pa pritur. Pa paralajmërim, me fjalë të bukura, me premtime, me lotë që nuk e di nëse ishin të vërteta. Vajza me patjetër u hutua, u përqa mes të dy botrave. Unë nuk fola keq, nuk e ndalova, sepse nënat e vërteta nuk mbajnë peng, edhe kur zemrat u qahen. Por nata kur ajo erdhi edhe më tha, hall, unë dua të shkoj me nënën time, ishte nata më e errët e jetës time. Nuk qava para saj, i buzëqesha, i mblodha rrobat, i aputha ballin, por kur dera u mbyll, unë përsëri u rrësova. Shtëpia u bë e heshtur, dhoma e saj mbeti bosh, lodrat e saj ende aty. Unë flisja me fotografin, i kërkoja vëllaut falje me zë të ulët. Edhe bëra çfarë kisha në dorë. Sot jam plakur unë, e ajo është rritur. Ndonjëherë më telefonon, e ndonjëherë më haron. Por unë e di një gjë, Zoti pa gjithçka, pa netët pa gjumë, pa sakrificat, pa dashurinë time pa kushte. Dhe nëse një ditë ajo do të më kujtoj, do të di që kishte një grua që e deshi si bi, jo sepse duhej, por sepse zemra nuk di të bëj ndryshe. Unë jam ajo nënë që nuk e linda, por që e rrita me shpirt. Dhe ky është rrëfimi im, një rrëfim për dhimbjen, amanetin dhe dashurinë që realisht nuk vdes kurrë. Ky është rrëfimi i kësaj nëne, ky është rrëfimi i kësaj gruaje, e cila me dhimbje në shpirt ka treguar këtë histori të tmerrshme që i ka ndodhur në jetë. Jeta është e bukur kur ne bëjmë mirë dhe marrim të mirën e asaj, por ka njerëz që sado që të bësh mirë në jetë, nuk janë mirënjohës, por unë e di që do të vijë një ditë që kjo vajzë do të kthehet aty ku e vuri kokën për herë të parë.